Përshëndetje. Si jeni? Mirë mbrëma. Unë nuk është se, ose më të themi, për ndikimet që kemi tek shenjat, unë kam bërë disa lidhje të drejtë për drejta, qoftë për eklipsin, qoftë për retrogradat. Për ndikimet që kemi tek shenjat, mund të drejtohen të ato, e keni të gjitha te kanali im i YouTube-it. Është e njëjtë, domethënë astrologe Denisa Shylle, nëse kërkoni atij, keni shumë video në lidhje me ndikimet edhe të kësaj periudhe. Në lidhje me retrogradën e Venusit që vazhdon që të jetë aktive në këto momente, e kam bërë që para 3 javësh, ndërkohë që për eklipsin e diellit e bëra para 1 jave, me idenë që dhe të mund të përdorim këtë periudhë sepse ishte shumë e rëndësishëm, ka shumë ndikim. Eklipsi është shumë e rëndësishëm se edhe hëna plot edhe hëna e re, normalisht, prandaj edhe Venusi ishte bëjshëm përpara, në mënyrë që kishim mundësi të merrnim masa për ato që kishim nevojë të merrnim masa. Tani, ky eklips është, e thash edhe gjatë përshkrimit javën e kaluar, që është në një yll që është pozitiv në të vërtet, dhe mbi të gjitha ka dhe një kënd pozitiv edhe mbi Jupiterin, pra është në mbrojtje, por është eklips. Domosdoshmërisht ndërpritet drita që vjen tek ne nga hëna dhe kjo ka dhe ndikime vërtet shumë sforcuese. Bile dhe sot ishte në lajme që kishte ndodhur një tërmet vërtet shumë i madh në Tajland, nëse nuk gabohem. Këto janë ngjarje mos e të zakonshme, domethënë në moment gjatë periudhës së eklipseve. Kur them të zakonshme, nuk po them që është gjë e mirë, po them thjesht që janë të zakonshme sepse natyra këtë ka, domethënë janë ciklet e natyrës këto. Çfarë do pyetje që të keni? Jo në lidhje me shenjën, sepse ato nuk dua dhe që të mërzitemi, sepse janë pyetje që janë bërë shumë shpesh, por në lidhje me problemet që keni aktualisht, ato do doja t'i merrja, në qoftë se mundem, t'ju jap një farë, le të themi, udhëzimi, që se si mund t'i përdorim edhe momentin ku jemi. Po flas nga vete ime, me që datën, një sekond. 30/5 për ndikimet personale, nuk kam se çfarë të them, sepse ajo duhet të studioj hartën tuaj. Kjo është një proces që më ha shumë kohë, prandaj edhe është një nga arsyet që bëj konsulta personale. Për datën 9 prill, data 9 prill nuk është një ditë që ka ndonjë ndikim të madh, domethënë është në një ndikim negativ specifikisht. Bile përkundërsa, ditë do ketë mbaruar dhe retrograda e Mërkurit, nuk shikoj arsye pse të mos bëni një operacion. Do të jemi para hënës së plot, do të kemi kohë bile edhe 4 ditë, kështu që më duket më se dakord si datë, domethënë. Kemi edhe një kënd pozitive edhe midis hënës edhe diellit, kështu që në rregull jemi. Por që specifikisht për ju, siç e thash, se si ndikojnë ju si individ, sepse mund të kemi kënde të vështira me planet e tuaja personale, të tjerë, ato është diçka që mund ta them vetëm pas si të kem studiuar hartën tuaj. Jam mirë, faleminderit. Është periudhë goxha ngjeshur dhe unë jam ndikuar. Po i përshkruaj në mënyrë se si unë jam ndikuar. Unë në përgjithësi jam një person që jam e qetë si natyrë, por të them të vërtetën, kur shikoj pa drejtësi, vërtet që acarohem pak, si shumë. Ndërkohë që gjatë kësaj periudhe, sidomos 1 javorshe, kam pasur vërtet shumë vështirësi për të kontrolluar reagimet e mia. Edhe pse mund të jem shprehur në mënyrë të qetë, reagimet e mia kanë qenë vërtet shumë herë më agresive ndoshta, ose shumë herë më të prera në disa raste se sa çfarë do të ishin normalisht. Jemi në ndikimin e 2 retrogradave që janë aktualisht aktive, është e Mërkurit, që është mënyrën e komunikimit dhe intelektit. Duke qenë se Mërkuri aktualisht vazhdon që të jetë tek shenja e Dashit, kjo na bën vërtet shumë impulsiv. Pra ky ndikimi që sapo përmenda është shumë aktiv.
Por do të bëhet edhe më problematike në momentin që Mërkuri do të rikthehet tek shenja e Peshqve, kjo do të jetë ditën e diel, datën 30. Tani Mërkuri tek shenja e Peshqve nuk ndihet mirë. Mërkuri të nevojitet thellësi, ose më të themi mbrehtësi. Duhet të jetë gjak ftohtë, sepse është vetëm logjik e pastër. Ndërkohë që kur kalon tek shenja e Peshqve, aty gjithçka është e pasigurt, nuk kemi kufi, jemi të shpërndar. Për këtë arsye Mërkuri nuk ndihet mirë aty. Kjo është edhe gjasa periudhe, për këtë arsye ne mund të kemi vështirësi për të përqendruar, për të patur ide të qarta. Mund të futemi në botën e ëndrave, të humbasim aty, të fokusohemi tek gjërat që nuk kanë fare rëndësi dhe të humbasim kohë. Tani cilat janë anët pozitive të Mërkurit tek shenja e Dashit. Anët pozitive tek shenja e Dashit, që është deri në ditën e diel, është se jemi vërtet shumë të aftë për të vepruar, veprojmë shumë shpejt. Pra nëse kemi marrë një vendim, mund të kalojmë direkt në aksion. Ndërkohë që ana negative është përsëri prapë kjo, sepse jemi shumë impulsiv. Mund të jemi shumë nxehtë në komunikim, në mënyrë se si mendojmë, ose në mënyrën se si i perceptojmë gjërat, dhe kjo na bën neve që mund të krijojmë edhe disa probleme. Ndërkohë që kur rikthehet tek shenja e Peshqve, që do të jetë duke filluar nga dita e diel, do ta ndjejmë më tepër ditën e hënë, por edhe dita e diel do të jetë shumë aktive. Atëherë ditën e, le të themi ditën e hënë më mirë, ditën e hënë si do të jemi. Duke qenë se do të jetë dhe në gradën e fundit të Peshqve, do të jetë në takime edhe vazhdim të jetë në takime me Neptunin, edhe pse Neptuni do të ketë kaluar tashmë te shenja e Dashit. Do të jemi shumë gjangxet. Do të vazhdojmë që të jemi shumë gjangxet dhe mbi të gjitha në këto momente, duke ditën e hënë sidomos, do të kemi një paaftësi për të perceptuar mirë situatën, sepse aty logjika jonë do të shpërndahet. Mund të futemi shumë shpejt në botën e ëndrave. Mund t'i zmadhojmë gjërat aty ku nuk do t'i zmadhojmë, mund të mos i marrim fare parasysh aty ku duhet të qëndrojmë. Pra, detajet do të na shkasin nga syt. Për këtë arsye, gjatë periudhës së Mërkurit në retrograd tek shenja e Peshqve, do t'i këshilloj të gjithëve që të mbajmë shënime. Nëse mbajmë shënime, gjërat që kanë vërtet rëndësi dhe fokusohemi vetëm tek ato, është një periudhë jo shumë e gjatë, do të vazhdoj deri në datën 8 prill, pra një javë, bëjmë si bëjmë, durojmë si durojmë. Për një javë, nëse mbajmë shënim, gjërat që janë të domosdoshme, bëjmë një ditar, le të themi që në darkë, dhe ditën e nesme zbatojmë atë me reptësi, më duhet të them, atëherë nuk besoj se do të kemi probleme. Por ana pozitive, kemi dhënë pozitive të Mërkurit kur është tek shenja e Peshqve, mund të mendojmë në mënyrë jashtë asaj të zakonshme. Kjo mund na bëjë të gjejmë edhe zgjidhje që janë që normalisht nuk mund t'i perceptojmë dot ose nuk mund t'i mendojmë dot. Kemi një fantazi shumë të zgjeruar. Në të njëjtën kohë mund të flasim në mënyrë shumë romantike, gjë që do t'i bëjë edhe marrëdhëniet në çift që të jenë shumë më të thjeshta. Por gjithsesi, mund të kemi edhe vështirësi për të mbajtur kohën, pra mund na shkasë kohën nga duar, prandaj balanca është shumë e nevojshme gjatë kësaj periudhe. Tani unë pash një pyetje diku. Okej, nuk po e shoh më. Ju të mund ta shkruani përsëri sepse nuk e pash. Kujdes. Okej, po them edhe një pyetje që më kishte ardhur, ndërkohë që pres që të parë pyetjen nga ju. Çfarë do të pyetje që keni për këtë periudhë që po kalojmë tani? Jam gati për ta marrë. Kemi eklipsin e diellit, kemi 2 retrograda, 2 planet e personal, që është Mërkuri dhe Venusi, do të rikthehen tek shenja, ose më thënë Venusi u rikthye sot tek shenja e Peshqve, ndërkohë që Mërkuri do të rikthehej ditën e diel. Kemi edhe kalimin e Neptunit tek shenja e Dashit. Për ndikimin e Neptunit tek shenja e Dashit, është gati pothuajse një postim, do ta postoj nesër. Si funksionon kombinimi midis Virgos dhe Ujorit? Klodiana Kurte. E dashur Klodiana, unë kam vështirësi për ta kuptuar se çfarë lidhje ka
kombinimi Virgos me Ujorin me këtë periudhën që po jetojmë tani. Se kjo është tema e kësaj videoje. Çfarë mund të them për peshorët në këtë periudhë? Po e përsëris që të gjitha ndikimet që janë specifike për shënjat, unë i kam bërë gjatë videove të mëparshme. I bërëm përpara në mënyrë që të mund të dinë dhe të marrin masa, e kupton? Nuk e di a mundem ta shpreh këtë gjë. Ato e keni të gjitha te kanali im YouTube-it. Kjo është në mënyrë që ne të kuptojmë më mirë situatën ku jemi tani, cilat janë ndikimet aktuale në përgjithësi. Jo për një person specifik, jo për një shenjë specifike. Ato i kam bërë, domethënë, nuk do të përsëris veten time, është humbje kohë. Si mendon? Vjollca po patjetër mund të shikoj për muajin prill, bile edhe për më gjatë. Më shkruani me mesazh nga Instagrami ose nga WhatsAppi, i keni të gjitha rrjetet e mia sociale. Mund të prenotoni konsult. Patjetër. Është një nga shërbimet e mia kryesore, kështu që normale. Po e kuptoj, prandaj merrni konsult që të mund të shikojmë se si është situata, si mund ta zgjidhni. Okej. Po, okej, po vazhdoj me kalimin e numrin e WhatsAppit. Okej, po e them, domethënë kam të rrjetet e me social, po e them, është 69 538 50 91. Normal që do të përgjigjem pas lidhjes, sepse tani është e pamundur. Okej. Më duket se kisha dhe... Nëse keni ndonjë pyetje, mund të më dërgoni edhe me shkrim nga Instagrami përveç këtu. Se ka disa raste që mesazhet nuk i bëre dot. Okej. Mirë mbrëma. Unë nesër e kam ditëlindjen, a ndikon ky eklips tek unë? Okej, kjo është një gjë që në mos një herë tjetër do të na dalë përballë në jetën tonë. Kur është një eveniment kaq i rëndësishëm si eklipsi, që përkon me ditëlindjen ose 2-3 ditë, rreth ditëlindjes, pa 3 ditë para, 3 ditë mbrapa, ka një ndikim vërtet shumë të fuqishëm. Dhe jo vetëm për ata që kanë lindur në këtë ditë, por edhe për ata që kanë ditëlindjen, për shembull, duke qenë se jemi tek shenja e dashit, dhe kjo do të jetë një eklips që do të jetë tek ata që kanë lindur në datën, pra 29 mars, ata që kanë lindur në rreth datës gjithmonë, rreth datës 29 qershor dhe 29 shtator. E njëjta që është e vlefshme edhe për 29 dhjetor. Këta që kanë lindur në këto data, rreth e rrotull, do të jenë më të ndikuarit se të gjithë të tjerët. Do të kemi edhe nga ata që këta në përgjithësi. Ata që janë, duke qenë se ky është një eklips, i cili do të ketë ndikime pozitive personale. Nga ana personale do të jetë një ndikim pozitiv, do të ketë një ndikim që do të na bëjë neve që të ecim shumë përpara. Do na shty. Për këtë arsye, individi do të ndikohet vërtet shumë mirë. Është gjë tjetër shoqëria, është gjë tjetër natyra, si individ do të ndikohemi mirë. Dhe duke qenë se është një eklips, pra nuk është ëndër plot ose ëndër re, është eklips, atëherë ky ndikim do të jetë edhe më i madh, edhe më i fuqishëm dhe mbi të gjitha. Do të ndikojë jo vetëm tani, por do të ndikojë edhe për 4 vite në vazhdim. Çdo gjë që fillojmë në këto momente do të vazhdojë të jetë efektive për 4 vite në vazhdim. Dhe në përgjithësi që thash, do të kenë një ndikim pozitiv. Por,
varet shumë edhe çfarë ascendenti kemi. Sepse aty përcaktohet edhe në çfarë fushe do të ndikohemi. Pra, në këtë rast ascendenti është shumë i rëndësishëm. Por dielli, sidomos ju që jeni shenjë e dashur, domethënë, dhe dielli ka vërtet një fuqi shumë të lartë të shenjë e dashit, do të ndikojnë vërtet shumë. Ndikimi në përgjithësi, siç e thash, pozitiv, normal që varet shumë nga harta individuale, nuk varet vetëm se keni lindur në atë ditë, por që në përgjithësi do të jetë pozitive. Ndërkohë që, por kthehemi edhe tek tresh datat e tjera që thash për 3 muajt e tjerë, ato në përgjithësi do të kenë ndikime pakës më të vështira. Pra nuk është se nuk do ndikojnë pozitivisht, por ndikimi mund të jetë pak më i vështirë. Si gjendet ascendenti? Ascendenti është bazuar tek ora që kemi lindur. Harta e lindjes, harta astrologjike, përcaktohet në bazë të momentit dhe vendit ku kemi lindur. Pra ora saktë është e rëndësishme në këtë mes. Atëherë, pyetja më që kam marrë më tepër, domethënë këtu edhe pse kam thënë shumë shpesh, është a do kemi rikthim. Nuk ka rëndësi shenja, fare, zero, nuk ka rëndësi se çfarë shenje jemi, mund të jemi binjakët, mund të jemi akrepi, mund të jemi kushtet si çfarë, nuk ka fare rëndësi. Në këto momente jemi gjatë retrogradës së Venusit. Për sa i përket çështjeve të zemrës, domosdoshmërisht, në qoftë se është akoma një temë e hapur, pra në qoftë se ka ndjenja akoma, do të kemi rikthime. Është automatike, domethënë, sepse i bie që janë akoma, si thuan, defteret hapur ose kapitujt hapur, domethënë që duhet t'i lexojmë të marrim mësimin e caktuar. Për ata të cilët nuk kanë rikthime nga çështje sentimentale në këto momente, do të thotë që janë cikle të cilat i kanë mbaruar, kanë marrë mësimet e domosdoshme dhe do të shikojmë përpara. Nuk mund të them që është pozitive apo negative për njërin apo për tjetrën, por thjesht po them që në përgjithësi, në qoftë se vazhdojmë që të kemi ndjenja, gjatë kësaj periudhe kemi rikthime nga e shkuara, në një mënyrë apo në një tjetër. Mund mos vi individi, merrni lajmi, ose mund të dalë përpara një person që e njihni, të përbashkët, e të tjerë. Në përgjithësi, për ascendentin, mami e ka haruar, më thotë që ke lindur në 11 në mëngjes ose në mbrëmje. Kjo është diçka që nuk ka rëndësi, nuk ka rëndësi në kuptimin që në qoftë se është e zgjidhshme, kjo do të them. Në qoftë se dëshiron që të gjesh orën e saktë të lindjes, edhe ky është një shërbim që unë e bëj, është një shërbim me pagesë, normal, automatikisht, sepse kërkon punë nga ana ime. Nëse dëshiron, mund të më shkruash edhe për këtë, që të përcaktojmë edhe orën e saktë të lindjes, është diçka që mund ta gjej, sepse unë kam studiuar për astrologji, di shumë teknika për ta përcaktuar ata. Bile është një nga ekspertizat e mia, duhet të them, sepse në Shqipëri ka shumë persona që nuk e dinë orën e saktë të lindjes. Lutem. Dhe sa po kuptoj, për problemi më i rëndësishëm i momentit është rikthimi nga e shkuara e personave. Numrin e tregova, po e them edhe një herë, është 069 538 50 91. Gjithsesi e keni numrin e WhatsAppit tek profili im Instagramit, e shkruaj poshtë çdo postimi, e keni poshtë çdo postimi që kam, domethënë në Reelsa, në postime të tjera, të gjitha e keni, domethënë, kështu që. Atëherë Lila po bën një pyetje, 12/2/1189 me 23/2/1988 a ka bërë ribashkim. E dashur Lila, sa po e thash që këto janë ndikime personale, do të ketë ribashkim apo jo, unë nuk mund ta di vetëm nga datat, sepse më duhet punë, duhet të studioj hartat tuaja. Nëse dëshironi, nga numri që sapo thash, WhatsAppit, mund të më shkruani për të rezervuar konsult. E keni poshtë do postimi, e keni të shkruar, Si e Zhane? Bëkoj që s'kemi folur.
A do të ketë rikthime sa po e thashë dashur, ka rikthime. Qose do rikthime ka. Me që jemi kështu duke folur, duke komunikuar, kjo po thjesht një u kthe në diskutim tashmë. Unë jam kurioze, pse dëshironi që të riktheheni? Kjo është gjithçka që unë jam vërtet shumë kurioze, domethënë. Jo, nuk është problem. Kemi rikthime, jemi në periudhë retrogradash, kur retrograda e Venusit është domosdoshmëri, sepse është në planetin dashurisë, domethënë, dhe normalisht ndjenjat, nëse janë akoma aktive, kemi rikthime nga personat. Nuk ka problem. Sepse vendimi i marrë ka qenë i nxituar dhe i ndikuar nga planetet e trena. Planetet e trenave? Palët e treta, ok, më falë, se po lexoja dot. Unë kam probleme pak me sytë, kërkoj ditë. Atëherë, po e them, si ta shpjegoj. Unë kam studiuar për astrologji karmike. Pra, ose më të themi është astrologji spirituale. Studioj evolucionin e shpirtit, më tepër se evolucionin e individit ose të materjes. Dhe për çdo ngjarje që ne përjetojmë në jetën tonë, është eksperiencë të cilën ne kemi të nevojshme. Pra, është e nevojshme që ne të lidhemi me dikë, po ashtu është edhe nevojshme që të ndahemi, të na thyet zemra në mënyrë që të marrim disa mësime. Ka disa mësime që mund t'i marrim shumë thjesht të dëgjojmë një herë dhe mësojmë, por ka disa mësime që i marrim nëpërmjet vuajtjes. Gjithsesi, kjo na tregon neve që çdo gjë ndodh për një arsye. Dhe ka arsye edhe që fillon një lidhje, ka dhe arsye që mbaron një lidhje. Pavarësisht se janë ndikuar nga një palë tretë, që jam mos e dakord, por neve, të themi të vërtetën, asgjë nuk e bëjmë me detyrim. Në fund të ditës, edhe palët e treta mund të përdoren si justifikim, sepse në qoftë se duam vërtet që të bëjmë diçka, e bëjmë. Ose kjo është edhe çfarë kam kuptuar unë në jetë. Fundi, gjithsesi, domethënë nuk po them që pse prisni është e gabuar, po them thjesht që ka arsye gjithmonë pse kam bërë diçka dhe në qoftë se është një kapitull i hapur, e përmenda disa herë që normalisht do të kemi rikthime, por në qoftë se është diçka që është mbyllur, qoftë edhe nga një palë, atëherë rikthim nuk ka. Nuk ka arsye pse të ketë, domethënë sepse të gjitha këto janë thjesht eksperienca që ne të evoluojmë, të rritemi. Kjo është vetëm një arsye që i përjetojmë, nuk ka ndonjë arsye filozofi shumë të madhe, të vërtetë. Mirë mbrëma. Vjolca, a do kem ndarje me burrin unë se nuk kemi fëmijë e nuk vazhdojmë dot më bashkë. Edhe për këtë më duhet ta shikoj hartën, është pyetje personale, nuk e di. Mirë do ishte, po them sinqerisht, mirë do ishte të thjesht të shikoj emrin e një personi dhe të dija të ardhmen direkt, domethënë, po nuk e di. Nuk e di. Më duhet të bëj konsult, domethënë. Pa qeshur po ashtu, domethënë. Duke folur seriozisht, në mënyrë që unë të shikoj se si mund të ndikoheni nga kalimet planetare, apo cila është rrjedha e jetës tuaj, qëllimi të tjerë. Kjo, për këtë më duhet që të shikoj hartën tuaj personale, shikoj ndikimet që merrni nga tranzitet e caktuar dhe në bazë të saj mund t'ju them se cilat është rruga që duhet të ndiqni nëse do ndesni në një pikë të caktuar ose nëse duhet të ktheheni mbrapsht në disa raste. Jeni binjak 10 ditëshin e tretë. Po. 10 ditëshin e tretë me ascendent shigjetari. Okej, dashur. Tani po e themi në këtë mënyrë. Në këto momente, ku po jetojmë tani, është
katër shenjat e ndryshueshme që janë binjakët, është vizhgjeresha, është shigjetari dhe peshqit, janë katër shenjat më të ndikuara të kësaj periudhe. Edhe pse dielli ka kaluar tek shenja dashi, që është një shenjë kardinale, domethënë mbarovi ciklin. Prap shenjat e ndryshueshme vazhdojnë që të jenë shumë të ndikuara sepse vazhdojmë që të kemi goxha vendose të këto. Te shenja e peshqve kemi Saturnin, kemi njën veriore, kemi Neptunin, vazhdojmë që të kemi aktualisht. U rikthye sot Venusi, do të rikthehet Mërkuri, ndërkohë që tek binjakët, që është edhe kjo një tjetër shenjë ndryshueshme, kemi edhe Jupiterin, që është edhe drejtuesi i shigjetarit. Pra, shenjat e ndryshueshme në këto momente janë vërtet shumë të ndikuara. Nga ana personale, binjakët dhe shigjetari, edhe pse mund të mos jenë të ndikuar personalisht shumë, nuk po bëj fjalë për të gjithë, po them për masën, sepse këtu nuk mund ta them për individin, vetëm për një person, domethënë. Por në përgjithësi, nëse e marrim domethënë, në diçka te 70-80% nga ana individuale, personale, nuk është se kanë ndikime negative, por mund të ndikohet shumë rrethi i tyre, për shembull familja, rrethi i tyre i ngushtë, shoqëror, partneri në disa raste, dhe kjo për këtë arsye mund të kemë vështirësi ose mund të ndjen në një fazë që janë shumë të lodhur. Për ndikime për sa i përket shenjave, se si do të ndikohen të gjitha shenjat. Në lidhje me eklipsin, kam bërë një video, e bëra javën e kaluar, e keni te kanali im i YouTube-it. Për këtë mund ta shihni, për gjitha ndikimet e shenjave dhe ndikimet e përgjithshme, bëra një video, është pak më tepër se një orë, kemi me detaje, se si, edhe çfarë masësh duhet të marrim disa raste, edhe pse nuk na ngeli më kohë, por gjithsesi mund ta shihni aty, keni ndikime për gjitha shenjat, ndërkohë që për ndikimin e Venusit në retrograd, edhe këto i keni përsëri te kanali im YouTube-it. Janë video që mund të jenë shumë të dobishme në këto momente, do të këshilloj që të shikoni kanalin tim të YouTube-it, mund ta gjeni duke shkruar emrin tim në YouTube, astrologe Denisa Shyle, ose mund të kaloni direkt nga profili i Instagramit. Për sa i përket ndikimeve që kemi me kalimin e Neptunit tek shenja e dashit, duke qenë se do të qëndroj aty për një periudhë të gjatë, postimin që do të ketë në ndikimet e përcipta, le të themi, sepse është një ndikim vërtet shumë i rëndësishëm, se Neptuni e rrotullon zodiakun për 150 vjet, pra është një proces shumë i gjatë, ndërkohë që tek shenja e dashit do të qëndroj 14 vjet. Për këtë arsye ndikimet janë shumë të gjëra dhe ndikimet janë më tepër, le të themi, në gjenerata, në popullat, më tepër se tek ajo individuale, gjithsesi. Edhe kur të shkruaj do e përmend, por ndikimet e Neptunit, kalimit të Neptunit tek shenja e dashit, do të jetë më tepër në bazë të ascendentit. Jo më tepër, po të jetë në bazë të ascendentit, sepse do të preki fushën më tepër, se duke qenë se do të qëndroj për një kohë të gjatë tek e njëjti vend, do të preki më tepër atë si fushë. Prandaj do t'ju këshilloja që në qoftë se nuk e dini ascendentin tuaj, ta mësoni prej meje ose për ndonjë astrolog tjetër, nëse keni dëshirë, është komplet në dorën tuaj. Gafori dhe akrep ka rikthim, shpresa ka për gjithmonë, dhe rikthime në këto momente ka, e thash, kështu që nuk e di. Për ju specifikisht do të ketë apo jo, nuk mund ta them. Nëse dëshironi të dini këtë, më shkruani për konsult personale. Po. Një mbrëma. Një sekund. Atë keni ca kombinime shumë të këndshme, që dashi me akrep, domethënë. Në të vërtet, edhe dashi dhe akrep janë të dy drejtuar nga Marsi, kështu që keni goxha të përbashkëta për të arsye, por mund të ketë edhe pak luftë në shtëpi për ju. Më bërë përshtypër prandaj thash.
Okej, po them vetëm gjërat që më vinë në mend nga pyetjet që më kanë ardhur deri në këtë moment, se siç e thash, duke qenë se kjo bë më tepër kështu tip diskutimi. Prandaj dhe nuk është se kisha diçka të përgatitur, mendova thjesht që do të merrja pyetjet nga ju. Okej, për sa i përket shëndetit në këtë periudhë, jemi në një periudhë disi problematike për këtë pjesë. Rikthimi i nuk kërkoj ndjes. Rikthimi edhe i Venusit edhe i Mërkurit tek shenja e peshqve mund të thotë një rënje pak në imunitet, probleme me veshkat dhe me rrugët urinare. Por kjo po ja nënvizoj, thjesht po nënvizoj që do t'jetë si rrjedhoj e infeksioneve, prandaj në qoftë se keni qoftë edhe shqetësime më të vogël, do t'i këshilloj që të shkoni te doktori. Në qoftë se hidratoheni rregullisht, kemi të disa ilaçe që janë popullore, domethënë që mund të përdoret jo me sa di unë, domethënë ato çfarë di unë janë gjethet e ose jo kërkoj ndjes, bishtat e qershive, di që bëjmë mirë në lidhje me këtë pikë, pra për spastrimin e veshkave, gjithsesi kjo është diçka që do të këshilloj që të merrni ndihmë nga ekspertët, sepse unë nuk jam, më thjesht është një njohuri që e di, domethënë, kaq. Por për të tjerat, do të këshilloj që të shkoni te doktori dhe të merrni ndihmë nga një specialist. Gjithsesi hidratimi në këtë periudhë na bën vërtet shumë mirë dhe duke qenë se mund të kemi një përhapje të infeksioneve, siç e përmenda tek rrugët urinare dhe tek këmbët. Dhe për sa përket këmbëve mund të jenë pak problematike. Në këtë pikë kemi dhe eklipsin e diellit. Dhe gjatë eklipsit të diellit mund të kemi vërtet siç është thyrja e tokës që krijon tërmetet, është e njëjta gjë që mund të kemi dhe thyrjet të kockave, janë të lidhura me njëra tjetrën në një farë mënyre, prandaj dhe do të këshilloj që të jemi shumë të vëmendshëm, sidomos për sa përket pjesës së këmbëve. Mund të kemi infeksione edhe te gishtat e këmbës, te thonjt e këmbëve përsëri, ndërkohë që në lidhje me komunikimin do të jemi pak në vështirësi, sidomos me rikthimin edhe të Mërkurit tek shenja e peshqve, gjatë sa periudha mund të kemi probleme me mjetet elektronike. Unë personalisht do të këshilloj të gjithëve që çdo gjë që e keni në telefona, në kompjutera, t'i bëni patjetër edhe t'i regjistroni pra diku tjetër, t'i bëni një rezervë, po mi fjalën tani kërkoj ndjes. Në mënyrë që edhe t'i kemi, mos krijojmë probleme më vonë, për çfarë janë domosdoshme. Për biznesi do të jetë në këtë periudhë. Okej, kjo është një pyetje që më pëlqen më së fundi pas gjithë atyre rikthimeve. Atëherë për biznes në këtë periudhë nuk mund të them që është një periudhë shumë pozitive për fillime të reja, sepse nuk është një periudhë e përshtatshme për të firmosur kontrata. Por në të njëjtën kohë është një periudhë shumë e favorshme për të vrojtuar situatën dhe për të bërë kërkime në treg, për të futur gjëra të reja pas retrogradës së Mërkurit, që është në datën 8 prill, por nuk është shumë e gjatë, kemi 10 ditë pak a shumë. Pas 10 ditësh do të mbarojë retrograda e Mërkurit dhe pas datës 10 mund të fillojmë që të bëjmë edhe kontrata të reja, mund të fillojmë që të fusim elemente të reja, sidomos ata që merren me biznes me tregti, pra është shumë e favorshme. Dhe duke qenë se Mërkuri tek shenja e peshqve na jep ide vërtet shumë të çuditshme, në disa raste shumë kreative. Kjo mund të bëjë edhe që biznesit vërtet të gjallërohet, të sjellni gjallërinë në treg. Retrograda e Venusit do të mbarojë në datën 14 prill. Pas asaj mund të bëjmë edhe investime për sa i përket blerjes së vendeve, të tokave, në të njëjtën kohë mund të investojmë edhe për në investime personale, për shembull mund të marrim makina të reja, mund të marrim mjete të reja ose mund të fillojmë një biznes të ri për sa i përket estetikës etj. Këto janë tema që kanë të bëjë pranë në lidhje me shenjën e Venusit, që është edhe perëndeshja e bukurisë e mirëqenies në një kohë. Pra, për sa i përket biznesit, edhe pse mund të mos jemi të aftë për të, ose më them, nuk është të përshtatshëm për të firmosur kontrata ose për të filluar diçka të re, shumë e mirë për të vrojtuar tregun në këtë periudhë, për studiuar tregun, më them, edhe të mund të gjejmë edhe gjëra vërtet shumë le të themi pikante që mund të shtojmë tek biznesi jon, që nuk na shkon mendja, nuk na kishte shkuar mendja përpara.
Bashkëpunimet jo këshilloj shumë nëse periudhë, nëse keni mundësi që të bëni bashkëpunime me persona jo të të njëjtë, ndoshta fiks të njëjtës fushë, por që të mund të bashkojmë disa fusha tek një. Për shembull, le të themi, unë jam astrologe, mund të bashkohem në një bashkëpunim me një person që bën meditim ose një person që shumë siç është Fjorza që shet kristale apo gur. Pra, këto janë bashkëpunime të cilat këshillojnë. Pra, jo fikse të njëjtës fushë, por që të mund të marrim disa fushë që të bëjmë një. Kjo na bën vërtet shumë mirë të gjithëve, sepse në momentin që bashkojmë shoqërinë, domethënë bashkojmë njerëzit me njëri tjetrin, kjo ka të përfitime shumë të mëdha nga ana materiale. E dashur peshoren dhe gjitha shenjat i keni tek videot e mia tek YouTube, në YouTube, mund të shikoni aty. Po flasim për ndikimet e përgjithshme që kemi në këtë periudhë, shqetësimet që mund të kemi, si mund të veprojmë. Nëse doni për ndikimet e përgjithshme, për shenjat i keni shumë videot në YouTube që mund të ndiqni, ndërkohë që për diçka personale mund të më shkruani për konsult. Do t'ju përgjigjem me njerë pas kësaj video të drejt për drejt. E njëjta gjë është dhe për shenjën e ujorit. Për të gjitha shenjat. Britsjapi në fushën e marketingut. Britsjapi në përgjithësi të gjitha fushat është mirë sepse është pak si shumë i fokusuar te karriera. Për sa i përket marketingut, kanë më tepër, le të themi, tani gjatë retrogradës së Mërkurit, do të këshilloj që ta përdorni pak më tepër, sepse mund të keni ide shumë inovative në lidhje me këtë. Normalisht e varet domethënë çfarë ascendenti keni, por gjithsesi do të keni një ndikim domethënë. Do t'ju shtot fantazia, domethënë, në përgjithësi. Prandaj edhe mund të keni edhe një përqallësie shumë të ndryshme për sa i përket marketingut në përgjithësi, dhe kjo mund të ndihmojë për të ecur përpara. Për shenjat kam disa video që flas për ndikimet që kemi aktuale. Është një video për eklipsin e diellit që do të jetë nesër. Do t'i këshilloja që ta shikonit, janë në YouTube, te kanali im YouTube-it, është astrologe Denisa Shyle, mund ta gjeni ose duke kërkuar emrin tim në YouTube. Të shkoni tek kanali im zyrtar, aty mund të klikoni të gjitha videot, t'i ndiqni, i keni të ndarë në shenja, të shkoni tek shenja përkatëse dhe t'i shikoni. Ju këshilloj që të gjitha videot e mia që kam bërë, domethënë ku flas ndikimet e përgjithshme dhe shenjat në vazhdimsi, do t'ju këshilloja që të dëgjoni ndikimet e përgjithshme sepse ato prekin natyrën, na prekin të gjithë, aty flasen në lidhje me shëndetin e përgjithshëm, cilat janë pikat ku duhet jemi më të kujdesshëm. Edhe anë materiale, morale, shoqërore të tjera. Dhe pas kësaj të kaloni tek shenja e ascendentit. Kur bëhen analizat në përgjithësi, fokusohemi tek ascendenti sepse fokusohemi tek pjesa, tek zona që ne do të ndikohemi më tepër, por edhe dielli, pra shenja ku kemi lindur, është shumë e rëndësishme. Gjithsesi dëgjohet pas ascendentit. Këto të dyja nëse i mblidhni bashk dhe i dëgjoni të dyja bashk, pra do të jetë më e shëndetshme. Si fillim ndikimet e përgjithshme, më pas ascendenti dhe më pas do të këshilloj që të dëgjoni shenjën tuaj të diellit. Pra nëse keni lindur te gaforen e tjerë. Tani a shikohet a bëhet analiza, a shikohet horoskopi? Horoskopi shikohet për të gjithë, nuk është ndonjë shtup, kurse analiza hartës, po, edhe ajo bëhet për fëmijët. Bëhet edhe për momentin kur dëshironi që të bëni fëmijë, pra mund të vendosni edhe momentin që fëmia do të lindi në bazë të astrologjisë, është diçka që bëhet.
Nuk mund ta them sepse unë nuk ju njoh, se kam idenë se kush jeni, nuk e di hartën tuaj. Në mënyrë që të jap një përgjigje të tillë, unë duhet të di hartën tuaj, ta kem studiuar hartën tuaj. E kam thënë shumë shpesh që nga njëjta shenjë kam miliarda njerëz në botë, që 1.3 miliard, domethënë nëse merren shenja e diellit me ascendentin, dhe nuk mund të jenë të gjithë të bëhen me fëmijë në të njëjtën kohë. Nuk mund ta di domethënë se cili nga këta 1.3 miliard luan jeni ju. Specifikisht ju të them bëheni apo s'bëheni me fëmijë. Si mund ta them? Ju lutem. Në asnjë lloj se të shkoni te doktori, të mos e tregoni as fytyrën, asnjë gjë, dhe t'i thoni që çka kam unë, ose kam idenë se mund të keni. Më shkruani e dashur, më shkruani. Më shkruani numrin e WhatsApp-it e kam, nëse nuk e dëgjuat, mund ta gjeni poshtë çdo postimit tim. Edhe WhatsApp-in, edhe mund të shkruani edhe nga Instagram me DM këtu, ose edhe email nëse dëshironi. Po bëjmë mbyllim duke qenë se pyetjet që po vijnë tashmë janë ose personale, ose janë ato të përgjithshme që sapo përmenda. Atëherë, kalimi i Neptunit tek shenja e Dashit është një kalim i cili do të, ose më themi, udhëtimi i Neptunit tek shenja e Dashit do të zgjasë për 14 vitet në vazhdim. Për këtë arsye, do të jetë një ndikim vërtet shumë i gjatë dhe në fushat përkatëse, pra aty ku na përkon shtëpia ku do të prekemi nga Neptuni, do të jetë një periudhë 14 vjeçare që do vazhdojmë që të jemi në të njëjtën ndikim. Neptuni është planeti edhe i vartësive, edhe i ëndrave, edhe i lidhjes që ne kemi me kozmikën. Pra ka dhe anë pozitive, ka dhe shumë anë negative. Dhe në vartësi të hartës, këtë më duhet të nënvizoj, mund të ndikojmë në mënyrë pozitive apo në mënyrë negative. Gjithsesi, do t'i këshilloja që edhe kur postimi ta voj do e them përsëri që ta shikoni dhe ta lexoni në bazë të ascendentit tuaj. Sepse aty do të shkruaj vetëm fushën ku do të prekemi nga ky kalim, që do të jetë një kalim siç e thash 14 vjeçar. Pra 14 vite më radh do të merrem me të njëjtën temë. Për të gjithë ata që nuk e din ascendentin, mund të kërkoni që të merr, ose më them mund të merrni konsult nga unë në lidhje me këtë pikë, sepse ky është një nga specialitetet e mia, të gjej ascendentin e personave, nëse nuk dëshironi nga unë gjejeni, merrni nga një astrolog tjetër, nuk është fare problem. E rëndësishme është që ju ta dini që sa periudhë se ku dhe si do të ndikoheni, në mënyrë që nëse është e nevojshme të merrni masa dhe më pozitive është që të mund ta përdorni për avantazhin tuaj. Okej, të gjitha këto ndikime pra të Neptunit, unë do po përgatis postimin, do ta postoj nesër dhe në bazë të saj mund të vendosni edhe vetë se si të veproni. Por për përsërisë edhe një herë do t'i këshilloj që ta lexoni në bazë të ascendentit, do e shkruaj edhe atje, gjithsesi kjo është këshilla ime. Sepse do të qëndroj tek shenja e Dashit për 14 vjet, pra nuk mund të themi që është një ndikim që erdhi të mbaroj. Nëse nuk keni ndonjë pyetje tjetër në lidhje me ndikimin aktual, unë dëshiroj që ta mbyll këtë lidhje. Për çfarë po më lutesh, nuk e kuptoj. E dashur po e përsëris për herë të fundit, duke qenë se do e mbyll videon pas pak. Unë kam bërë shumë video ku flas në lidhje me ndikimet e periudhave të caktuara. Në këto momente jemi në ndikimin e edhe të eklipsit që sapo kaloi, që ishte tek shenja e Virgjëreshës, ishte eklipsi i hënës. Kam bërë edhe një video për eklipsin e diellit që do të jetë nesër. Të dyja këto video i keni të gjata, flas për ndikimet e përgjithshme dhe pastaj flas edhe për shenjat. Ty që keni shenjë e Demit, ju të këshilloj që si fillim të dëgjoni ndikimet e përgjithshme, pastaj të kaloni tek shenja e Demit të dëgjoni edhe atë pjesë. Nëse e dini ascendentin, dëgjoni edhe për ascendentin. Nëse se dëshironi diçka më tepër se çfarë është në ato video, nëse nuk është ajo pjesë në ato video,
gjëra që unë dëshironi, domethënë, atëherë mund të merrni konsult personale. Ai është shërbimi që mund të bëj, aq mundem të publiku, ndërkohë që duke qenë se kjo është puna ime. Pra, unë me këtë fitoj, me këtë habuk, domethënë, atëherë mund të merrni konsult personale. Jemi dakord? Ok, me sa duket që kemi. Hëna e re është nesër. Eklipsi i diellit në të njëjtën kohë është edhe hëna e re. Është nesër në orën 11:57. Po dhe një link tani me njëherë tek story im, që të shkoni direkt tek videot që kam bërë në lidhje me eklipsin edhe të diellit, edhe të hënës, po ashtu edhe në lidhje me retrogradën e Venusit. Janë 3 ndikimet më të rëndësishme që kemi në këto momente, përsa i përket kalimit të Neptunit tek shenja e Dashit, atë siç e thash do bëj një postim, gjithsesi po mendoj që të bëj edhe një workshop të shkurtër në mënyrë që të mund të flas tek ndikimi që do të ketë tek shenjat e caktuara. Do të jetë pak a shumë se kjo lidhje për drejtja, do të flas në më tepër detaje në lidhje me kalimin e këtij planeti tek shenja e Dashit. Se si do ndikojnë të gjitha shenjat, ndikime pak më të zgjeruara, do të flas aty. Dakor? Shumë faleminderit të gjitha që morët pjesë, siç e thash, do ve pas pak. Me njëherë më të themi, do ve të 3 këto video që sapo përmenda, do i ve linkun e tyre në storyt e mia, te historiat në Instagram të treja, dhe që aty mund të kaloni që të ndiqni, mund të kaloni direkt tek shenja, siç e përmenda, po ju këshilloj gjithsesi që të paktën të dëgjoni dhe pjesën që është në lidhje me ndikimet e përgjithshme të treja këtyre videove. Okej, shumë faleminderit. Natën e mirë. Pafshim.